Dhe për të gjitha zhvillimet që vinë nga lindja e mesme, patjetër edhe nga punimet që u mbajtën sot në samitin e NATO-s në Hag, do të diskutoj në këtë momente me zotin Endri Tafani, i cili është bashkuar me mua në studio. Përshëndetje, faleminderit zoti Tafani që bashkohet me ne. Bisedën së bashku dua që ta nisim në termat e armëpushimit, duke patur parasysh se nëse referohemi qoftë deklaratave të presidentit amerikan Donald Trump, situata duket shumë e qetë, me paralajmërime për bisedime përgjatë javës së ardhshme mes SBA-ve dhe Teheranit dhe një jetë normale tani më në Izrael. Në gjykimin tuaj çfarë po ndodh? Normalisht situata është një situatë armëpushimi. Armëpushimi nuk kupton që lufta është ose konflikti është akoma gjallë dhe për sa kohë që nuk ka një traktat për arritjen e një marrëveshje, domethënë, normalisht që armëpushimi mund të thyet nga njëra nga palët në mos tani, dikur në një moment të dytë. Dhe fakti që dy palët kanë një pozicione diametralisht të kundërta, kuptimin që Irani e ka bërë shumë të qartë që nuk heq dorë nga programi bërthamor dhe është objektivi i tij për të arritur një armë bërthamore. Dhe në ana tjetër, Izraeli ka qëndrimin e tij që Irani nuk duhet ta ketë armë bërthamore, për ndryshe unë do e godas, pra janë dy qëndrime komplet kundërta. Këto qëndrime nuk kanë ndryshuar dhe për sa kohë që ndryshojnë qëndrim i njëri prej palëve, atëherë ky konflikt thjesht është shtyrë në kohë. Është shtyrë në kohë më përpara në 2015, kur Irani tha që ne do vazhdojmë programin tonë nuklear, po ju mund ta inspektoni që ne nuk do bëjmë bombe. Pra ishte një marrëveshje e ngjashme atë 2015-s, mund t'i japin në një farë mënyre fund të konfliktit, po për momentin nga ana e Iranit nuk shikohet ndonjë gatishmëri, domethënë, bile për momentin edhe nuk lejojnë futjen e inspektorëve të Agjencisë Ndërkombëtare për monitorimin e energjisë atomike, domethënë, që të futen në vend me arsyetimin që akoma nuk e kemi rregulluar zonat ku janë goditur, kështu që derisa janë të rrezikshme për jetën e njerëzve, ne nuk mund t'i lejojmë ju që të vini dhe të inspektoni. Pra, thjesht është shtyrë në kohë ky konflikt, të shikojmë nëse do ripërsëritet. Një nga diskutimet kryesore të ditës së sotme lidhet patjetër me programin bërthamor, duke ju referuar këtu deklaratave që ka Donald Trump, po nga ana tjetër edhe të një raporti që rodhi nga inteligjenca amerikane. Nëse me aq sa kemi mundësi ta analizojmë, çfarë besoni ju? Ka një goditje të këtij programi? Ka pasur dy versione të ngjarjes, versioni, po themi, amerikan i ngjarjes, i cili vjen nga shërbimet e sigurisë që edhe të inteligjencës, që thotë që bazat janë goditur, ato vendet ku pasurohej uraniumi, dhe ato tre baza në të cilat ishin pjesë e këtij programi për krimin e armës bërthamore janë goditur rënd dhe e kemi dëmtuar me disa vjet zhvillimin e këtij procesi. Nga ana tjetër, Irani thotë që nuk është se janë goditur shumë. Ne kemi, domethënë, as uraniumi nuk është goditur, as centrifugat nuk janë goditur. Çfarë dihet? Dihet që ka pasur një, po themi, një trafik jo të zakonshëm, pak orë përpara se të vinin bombarduesit amerikanë dhe të bombardonin, dhe me këtë lindi një teori që mbase ata edhe mund të kenë transportuar ato që ishin, po themi, centrifugat që kanë të bëjnë me pasurimin e uraniumit, pa edhe uraniumi vetë. Pra ata e kanë pritur sulmin dhe në këtë mënyrë kanë marrë gjitha masat për mos të dëmtuar. Pastaj, kjo pastaj bie në kundërshtim me versionin izraelit, i cili versioni izraelit thotë që ne e dim ku është sasia e uraniumit, është nën gërmadha, nuk e kemi goditur, sepse nëse goditej, kthehesh në një bombë të pisët radioaktive, e cila mund të krijonte efekte, dhe ne kemi kthyer mbrapa në kohë, po themi, atë program iranian. Tani qarkullojnë shumë versione, po le të themi që me shumë mundësi ka mundësi të jetë vërtet ai qëndrimi izraelive, duhet kemi parasysh një gjë, që nuk është goditur, pra. Që janë goditur, po jo dëmtuar në pikën që thonë janë dëmtuar dhe fort. Jo, ai raport që rodhi në media ishte raport i CNN-it, që u quajt fake news nga Trump, bile edhe u shajt si media. Ishte një raport i cili thoshte që nuk është goditur shumë, kurse raportet e izraelitëve thonë që ne habitemi nga e gjeti CNN-i këtë gjë, sepse sipas atyre që ne dim,
realisht është goditur rënd programi bërthamor i Iranit. Tani, do të kemi parasysh një gjë që kur nisi fushata, ata që ishin më të informuarit për gjendjen në Iran ishin izraelitët. Dhe vetë fakti që në momentin e goditjes së parë janë goditur 20 general iranian për njerë, janë goditur gjithë shkencëtarët më të njohur në vend, pra tregon që informacioni aty ishte marrë që më përpara. Dhe vetëm kaq, u ndrua shefi i shtabit me shef të ri shtabit dhe ai u godit. Pra tregon që shërbimet izraelite kanë arritur të penetrojnë thellë në sistemet, domethënë edhe në ato të ushtrisë, edhe në, po themi, drejtim program bërthamor, dhe kanë informacion me shumë mundësi, kanë më shumë informacion se sa çfarë do lloj vendi tjetër, për sa i përket ose, dhe në një farë mënyrë edhe atyre nuk intereson të gënjejnë, qofse atyre, pra, nëse ata do ishin të bindur që nuk do e kishin goditur, të jenë sigurt që do e kishin vazhduar goditjen derisa ta nxirrnin ose ta dëmtonin në mënyrë të madhe këtë pjesë programit, domethënë. Domethënë ju armëpushimin e shihni si një moment ku gjitha palët kanë dhënë maksimumin e tyre, kanë marrë atë që kanë patur për të marrë. Që Irani nuk mori atë që donte të merrte, sepse normalisht ka goditjet janë, domethënë, edhe sikur janë të vogla, prapë janë goditje. Por në këtë aksion që ndodhi, secila prej palëve ka nxjerrë mësimet e veta. Domethënë, Izraeli, një nga mësimet që ka nxjerrë Izraeli është që përveç kërcënimit që vjen nga armët bërthamore, kërcënimi tjetër vjen nga raketat balistike, programi i raketave balistike të Iranit. Dhe siç u vure edhe kësaj radhe, një pjesë e tyre arritën të penetronin mbrojtjen izraelite dhe të krijonin probleme në drejtim goditjes popullsisë. Dhe duhet pasur parasysh që në ato shumica rreth 3.000-3.500 raketa që kishte Irani, nuk ishin gjitha me rreze për të goditur Izraelin, shumica ishin me rreze të shkurtër veprimi. Pra vetëm një pjesë ishin ato të cilat mund të godisin drejt për drejt Izraelin. Dhe tashmë kjo gjë është kuptuar dhe nga Izraeli dhe nga Irani, dhe ka mundësi që programi iranian të ecë akoma dhe më fort në drejtimin e raketave balistike, duke parë që Izraelit i shkaktoheshin probleme pikërisht prej kësaj kundërvënie, duke qenë se në anën e, po themi, aviacionit apo çfarë do lloj veprimi tjetër ishte e pamundur ta bënte, sepse i kishin dalë jashtë loje dhe ata që ishin proxy. E vetmi armë që kishin ngelur Iranit, edhe që e pa që kishte më efektive, ishin raketat me rreze të mesme veprimi, sidomos ato hipersonike, koramshari e këto, të cilat kishin dhe një mbushje të madhe që mund të shkaktonte goxha dëme. Kështu që të dyja palët tashmë e din ku janë ato pika dhe shikojmë raundin tjetër, domethënë që mund të jetë akoma dhe më i egër. Do të thotë kjo se negociatat mund të jenë të thjeshta nëse mbahen javën e ardhshme, duke ju referuar këtu Trumpit? Negociatat nuk janë asnjëherë thjeshta, domethënë edhe Irani e paraqit edhe si fitore këtë pjesën e faktit që gjuajti i fundit, domethënë pra që e theu armëpushimin dhe normalisht nuk pati ndonjë pasojë për thyrjen. Në botën e lindjes mesme kjo perceptohet si fitore. Pra unë isha ai që qellova fishekun e fundit. Dhe ata nuk më përgjigjen, nuk kanë mbajtur përgjigje, domethënë e shet në pjesën e vet, domethënë si fitore. Por negociatat që mund të bëhen, Trumpi tha mund të bëhen, po mund edhe mos bëhen, sepse nuk ka nevojë, sepse ata ne ju kemi shkatruar aq shumë se do u duhen disa vjet që të bëhen. Dhe normalisht janë koste të mëdha, kështu që ata të Iranit janë përballë një zgjedhje që duhet bëjnë, domethënë, sepse vetë programi ka kosto të lartë, pra për krimin, po mbi të gjitha ka kosto të lartë, po themi, edhe pjesa e krijimit të raketave balistike. Një raket Koramshar, për shembull, që është ajo më e fundit që kanë ata, kushton rreth $8 milion, kosto që janë vazhdimisht në rritje, që do të thotë të bësh 1000 raketa tilla janë $8 miliard, që në një ekonomi si puna e Iranit i bie që të kenë impakt të madh. Për më tepër, ekonomia e Iranit ka shumë vite që është në stacione dhe me një farë mënyrë nuk ka rritje të madhe dhe varfëria ndihet dhe është një nga arsyet që edhe regjimi nuk duhet në atë vend. Kështu që ata duhet bëjnë zgjidhjen që mund t'i çojë drejt një, po themi, një pranimi të kërkesë, por që do vazhdojnë prapë së prapi atë, po themi, programin në mënyrë të fshehtë, siç e kanë vazhduar gjatë gjithë këtyre viteve,
Kështu që në pamje të parë të duket sikur janë duke punuar për armët, për reaktor, po themi, bërthamor, pra për zhvillimin civil të energjisë bërthamore, dhe në mënyrë të fshehtë, pastaj të vazhdojmë me këtë program, në i cili ata nuk heqin dorë sepse është thelbi i pushtetit tyre dhe justifikimi për qëndruar në pushtet është pikërisht ky betim solemn që kanë ata që do shkatrojnë shtetin e Izraelit dhe do e kthejnë Iranin në fuqi nukleare. Heqja dorë, domethënë, nga kjo gjë për ata është në një farë mënyrë vetvrasje politike. Që do të thotë se duhet të mosohemi me këtë gjendje konflikti sulmesh që disa ditë pezullohen dhe disa ditë mund të reaktivizohen në këtë zonë? Për momentin nuk i intereson asnjërs prej palëve, duke qenë se të dyja palët kanë harxuar shumë. Nga ana e Iranit, ato që janë lëshuar rreth 560 raketa në drejtim të Izraelit, në të cilat rreth 90% janë kapur në sistemet izraelite, që do të thotë ka pasur një harxhim goxha të madh, sepse secila prej atyre raketave është disa miliona dollar. Në ana tjetër dhe raketat që përdor Izraeli për të kapur janë dhe ato miliona dollar, ato sistemet Arrow 2. Janë shkatruar sistemet e mbrojtjes kundërorore në Iran, janë shkatruar depo municionesh, janë shkatruar, po themi, pjesë infrastrukturës, sidomos impiantet e përpunimit të gazit dhe të naftës, që do të thotë në kushte të tilla ty nuk të intereson që të hapësh një konflikt të ri kur je kaq i pambrojtur. Njëkohësisht në anën e Izraelit janë kryer shpenzime, të cilat bile u përfol që edhe mund t'i mbaronte ajo rezerva e raketave që ishin pjesë e mbrojtjes antiraketore, dhe për më tepër për Izraelin, në momentin që e shikon që ka informacion, domethënë që i ka shkatruar rënd atë pjesë programit, nuk ka ndonjë interes politik që të vazhdoj goditje, sepse do perceptohet sikur është agresori në këtë rast dhe do e rëndoj pozitën e tij në çfarëdo lloj tratative që mund të bëhet në të ardhmen. Kështu që për momentin asnjërs prej palëve nuk intereson, megjithëse nuk i dihet, njerëz që janë fanatik fetar siç janë ata që drejtojnë Iranin, nuk është se ka ndonjë logjik, po themi, të njëjtë me atë që po diskutojmë ne tani në studio, sepse nisem më tepër nga zelli fetar dhe nga besimi në gjëra të tjera. Unë ju falenderoj shumë, zoti Tafani, që ishit me mua dhe për gjithë analizën që ndat me ne. Faleminderit. Faleminderit.